Horoskopi ditor e enjtë 19 mars 2026. Dashi. Hëna lëviz në shenjën tuaj sot për një qëndrim prej disa ditësh, i dashur dash, dhe emocionet tuaja janë në pritje. Sot mund të keni detyrime shtesë për të marrë me to dhe jeni një iniciator i pavarur. Mund të ketë një fokus të fortë në analizimin e një çështjeje të kaluar ose të papërfunduar. Mund të dëshironi të bëni diçka të prekshme ose simbolike për të liruar energjinë negative emocionale. Mendoni në terma të detoksifikimit dhe pastrimit, pasi keni energji të shkëlqyer me vete për ta bërë këtë. Gjithashtu mund të gjeni të këndshme të punoni në një nivel vetmi tani. Ju shihni një arsye për t'i dhënë një kthes pozitive një çështjeje tani dhe kjo vjen si një lehtësim. Demi. Hëna lëviz në shenjën pas shenjës suaj, demi dashur, ku do të qëndroj për disa ditë. Ju keni nevojë për pak kohë shtesë për veten ose thjesht larg nga rutina dhe rrëmuja. Synoni të heqni qafe rrëmujën shtesë mendore për rezultatet më të mira tani. Hëna takohet me Saturnin sot, duke ju kujtuar atë që është e papërfunduar ose një sfidë aktuale. Përqendrimit e të tjerët mund të jetë i dobishëm, veçanërisht nëse po ndihmoni. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të bërë miq dhe lidhje, madje edhe me potencialin për keqkuptime të vogla. Mund të jeni veçanërisht të motivuar për të zgjidhur një problem të vjetër, veçanërisht atë që lidhet me miqsinë ose njerëzit. Mund të jeni gjithashtu të interesuar të ringjallni një ide të vjetër dhe ta sillni atë përsëri në jetë në një mënyrë të re. Mund të jeni duke gjetur më shumë vlerë në lidhjet që krijoni, por gjithashtu po ndërtoni rezervat tuaja të brendshme, duke kërkuar kuptim në jetë nga thellësia e vetes. Binjakët. Diçka mund të ndodhë që e bën një qëllim afatgjat të duket më i realizueshëm sot, të dashur binjak. Mund të keni një nevojë të fortë për të qenë produktiv, megjithse fokusi juaj është më shumë në qëllimet e lumturisë sesa në ndjekjet praktike. Hëna lëviz në sektorin tuaj shoqëror për disa ditë dhe çelësi i përmbushjes emocionale tani mund të jetë përqendrimi në dëshirat dhe ëndrat tuaja të veçanta. Dikush është më i besueshëm se zakonisht, duke i pasur prioritetet e tij të qarta. Mund të jeni duke ripërpunuar ide, projekte ose plane të vjetra me shumë sukses. Jeni të gatshëm të investoni kohë për të arritur qëllimet tuaja, megjithse nuk është dita më e duruar. Në fakt, me Mërkurin që përfundon kthimin e tij retrograd nesër, ndryshimi që po ndodh tani mund të jetë konfuz, kështu që vendimmarrja e madhe duhet të presë. Gaforja. Mund të ndiheni më të drejtuar dhe të qëllimshëm se zakonisht sot, i dashur gafore, megjithse në këtë ditë para se Mërkuri të përfundojë retrogradën e tij, është më mirë të prisni dhe të shihni për fillime të reja. Megjithatë, përgjegjësitë dhe performanca juaj janë lart në listën tuaj të interesave dhe mund të ndjeni një nevojë të fortë për të menaxhuar një situatë ose për të investuar më shumë energji në prioritetet tuaja praktike. Shkathësia ju ndihmon shumë. Ndërsa fjalët e shkëmbyera janë të papërsosura, mund të shijoni disa ide emocionuese për të shkëputur nga rutina e zakonshme. Kujdesuni për një tendencë për të folur para se të mendoni, por synoni të shijoni energjinë e lartë për idetë dhe interesat tuaja. Luani. Mund të shijoni disa mësime, studime, ndarje ose mendime serioze sot, i dashur Luan, me hënën në konjuksion me Saturnin dhe diellin paralel me Saturnin. Saturni aktualisht po tranziton sektorin tuaj të shpirtit, mendjen më të lartë dhe po ndan ide. Sot dëshironi përvoja tërheqëse dhe një pushim nga rutina ose një ndryshim peizazhi, por gjithashtu dëshironi të jeni produktiv. Mund të ndiheni mjaft ambicioz për të përmirësuar situatën tuaj. Ndërsa mund të ketë një ndryshim në mendime që ju mbetet dhe ju frustron, jeni gjithashtu në gjendje të mirë për të menduar jashtë kornizave. Presni me padurim ndjekje, përvoja, angazhime dhe lidhje të veçanta. Virgjëresha. Hëna hyn në sektorin tuaj të intimitetit sot, virgjëresh e dashur, për një qëndrim prej disa ditësh. Jeni të prirur t'i merrni gjërat pak më seriozisht se zakonisht me këtë tranzit, dhe kjo mund të jetë veçanërisht rasti sot me takimin e hënës me Saturnin dhe diellin paralel me Saturnin. Këto janë ndikime të fuqishme për të arritur në thelb të një problemi, për të hulumtuar ose hetuar, ose për të derdhur energjinë tuaj në një projekt ose aktivitet tërheqës. Përballimi i një bllokimi ose përgjegjësie mund të çojë në disa përmirësime të rëndësishme. Është një kohë e mirë për të bashkuar gjërat një nga një dhe për të marrë me detaje të ndryshme. Komplikimet janë të mundshme, por mund të mos mendoni se keni bandithin emocional për t'i përballuar ato.
Bisedat mund të jenë emocionuese ose të animuara ndërsa dita përparon. Marrëdhëniet tuaja mund të ndihen konkurruese tani, por ato gjithashtu mund të jenë motivuese. Peshorja. Dita sjell një fokus më të fortë në balancimin e jetës suaj në mënyra kyçe, të dashur peshore, dhe ju mund të jeni mjaft të përqendruar në marrëdhëniet tuaja. Përmbushja e përgjegjësive tuaja ndaj dikujt të veçantë mund të jetë një temë. Ajo që mësoni mund të reinvestohet në marrëdhëniet tuaja, duke i forcuar ato. Është gjithashtu një ditë e mirë për të përkushtuar, veçanërisht në ndjekjet që ju plotësojnë shoqërisht dhe emocionalisht. Përpjekja për ekuilibër dhe më shumë durim mund të jetë shpërblyese. Ndërveprimet tuaja me një partner mund të jenë mësimore në një farë mënyre, qoftë një gjë e drejtpërdrejtë apo e tërthorë. Ndërsa dita përparon, keni kujdes për padurim me detajet, pasi puna me to mund të jetë në avantazhin tuaj. Kjo është një kohë e fuqishme për të zgjidhur problemet në mënyrë që jeta juaj të ecë më mirë. Akrepi. Me vetëm pak përqendrim, mund të bësh shumë gjëra sot, i dashur akrep. Je në gjendjen e duhur mendore për t'i kushtuar vëmendje detajeve dhe mund të ndihesh mjaft i detyruar të kujdesesh për punën. Nuk je në humor për të folur pa lidhje dhe duket se ke një nevojë emocionale për të menaxhuar rutinën ose punët e përditshme. Megjithatë, nuk je i kënaqur me monotoninë e rutinës dhe mund të jetë një ide e mirë të bësh gjëra të reja ose të kombinosh lojën dhe punën për të mbajtur i angazhuar. Në fakt, mund të duash të rinovosh ose rifreskosh një hobi ose argëtim. Entuziazmi është i lartë për të prodhuar dhe për të çuar gjërat përpara, por merr parasysh se në këtë ditë parakthesës së drejtpërdrejtë të Mërkurit, jo gjithçka është ashtu siç duket. Je puni gjërave pak më shumë kohë për t'u zhbllokuar. Shigjetari. Siguria dhe stabiliteti janë objektiva prioritare tani, i dashur shigjetar, ndërsa ju po kërkoni gjithashtu shprehje natyrale dhe të lehtë të vetvetes. Hëna shkon në sektorin tuaj të kreativitetit për një qëndrim prej disa ditësh, një zonë e tabelës suaj diellore që rregullon rekreacionin, kohën e lirë dhe ndjekjen e kënaqësisë dhe gëzimin. Megjithatë, me Saturnin në këtë sektor, ideja juaj e relaksimit mund të jetë ideja e dikujt për punën. Të qenit më i strukturuar me kohën tuaj të lirë mund të jetë e dobishme për ju në këtë kohë. Kalimi i kohës duke bërë gjëra produktive mund të jetë tërheqës, madje qetësues. Ju mund të merrni kënaqësi të veçantë duke dalë me strategji, plane dhe zgjidhje të realizueshme për problemet. Megjithatë, në këtë ditë para përfundimit të retrogradës së Mërkurit, disa gjëra janë ende në ajër. Bricjapi. Kjo është një ditë për vëmendje të veçantë ndaj shtëpisë dhe familjes, sistemit tuaj mbështetës dhe çështjeve personale, i dashur bricjap. Mund të jetë gjithashtu një kohë për studime interesante ose mbledhje informacioni të rëndësishëm. Mund të përqendroheni në anën praktike ose funksionale të botës suaj shtëpiake ose jetës personale sot. Ndërsa rregulloni mjedisin tuaj shtëpiak, mund të përjetoni qartësi të brendshme më të mirë. Të qetësoni pak gjërat ka kuptim tani, por ka të ngjarë të dëshironi të jeni produktiv. Ekziston një tendencë për keqkuptime ose paqartësi mendore në këtë ditë para se Merkuri të përfundojë retrogradën e tij, por këto gjëra mund t'ju ndihmojnë të shihni të metat aty ku i keni humbur më parë. Keni më shumë energji mendore se zakonisht. Ujori. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për të shfrytëzuar sa më mirë talentet dhe burimet tuaja, i dashur ujor, por është një kohë e fuqishme për të sqaruar mendimet tuaja. Hëna shkon në sektorin tuaj diellor të komunikimit për një qëndrim prej disa ditësh, duke u takuar me Saturnin atje dhe detyrimet janë në mendjen tuaj. Pak vetdisiplinë mund të ndihmojë shumë, pasi ngjarjet e ditës mund të zgjojnë një nevojë për të filluar diçka për të cilën keni qenë duke e shtyrë. Mund të jeni gati të bëni atë që duhet për të zgjidhur problemet dhe për të kapërcyer pengesat, nëse është e nevojshme, për të arritur qëllimet tuaja. Megjithatë, në këtë ditë para se Mërkuri të përfundojë retrogradën e tij, mungojnë disa detaje dhe mund t'ju duhet të prisni dhe të shihni para se të arrini në përfundime. Peshqit. Të përkushtuarit ndaj prioriteteve tuaja më të rëndësishme vjen natyrshëm sot, të dashur peshq. Mund ta bëni punën tuaj më të mirë sot me ritmin tuaj ose në mënyrë të pavarur, pasi të tjerët mund t'ju ngadalsojnë vetëm për momentin. Mund të keni një dëshirë të fortë për të rregulluar punët tuaja praktike sot, megjithse disa detaje mund të mungojnë në këtë ditë para se Mërkuri të përfundojë retrogradën e tij. Hëna shkon në sektorin tuaj të burimeve dhe sigurisë për disa ditë dhe t'i kushtoni vëmendje të veçantë detajeve ose parave dhe sendeve tuaja personale mund të jetë në fokus.
Jeni në një pozicion të fortë për të bërë një bilanc të asaj që keni dhe asaj që mund t'ju nevojitet. Jeni në formë më të mirë sot nëse mendoni përpara se sa të shqetësoheni për kënaqësinë e menjëhershme. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.